Rritja e temperaturave ka shënuar zyrtarisht nisjen e plazhit në këtë fillim qershori, duke shfrytzuar dhe fundjavën e gjatë, qytetarët kanë populluar plazhet. Por ajo që mungon në këtë nisje të sezonit janë vrojtuesit. Pavarësisht se ligji e detyron praninë e tyre në shumë pika të njohura turistike të Vlorës, mungojnë rojet e kualifikuara. Ka vrojtues? Nuk kam parasion këtu. Është i nevojshëm vrojtues? Vetëm janë këto kullat që janë 4 kunja këtu, mirë neve që dim notë edhe dalim, po më vjen keq për këta. Prandaj duhet jenë vëzhgës këtu. Vrojtuesit nuk e di. Po sot a keni parë? Jo, sot sa kemi ardhur. A keni parë vëzhgues? Dhe tash unë s'kam parë. Turistët duhet të vënë në ky zgabim i bashkisë. Apo ai sti not më zëjtu ti. Kullat e vrojtimit janë të dëmtuara ndërsa incidentet janë gjithnjë më të shpeshta veçanërisht në plazhet ranore, ku pushues të papërgatitur për natë rrezikojnë jetën çdo ditë. Vetëm një ditë më parë, një 13 vjeçare rrezikoi të mbytet në plazhin e vjetër. Vëkumia e re që ka dalë thotë që vetëm strukturat që ofrojnë akomodim mund të kenë leje për ushtrimin e një stacioni plazhi privat. Kjo krijon një boshllëk të madh në pjesën e plazheve publike, të cilat janë pa vrojtues plazhi në këtë moment. Ndërkohë për Devi Gjatën, trajner sigurie në plazh, thotë se vrojtuesi është një profesion i domosdoshëm dhe nuk duhet neglizhuar në plazhe. Incidentet më të përhapura zakonisht janë në plazhet ranore, ku ne hasim edhe pjesën e brigjeve. Shumica e personave që humbin jetën apo kanë rrezikshmëri, le të themi, janë personat që nuk dinë not. Në plazhet ranore ata ecin për shumë metra dhe në momentin që ka ultësira ose ka gropa thice apo brigje që ulën, i zë paniku dhe krijojnë rrezikshmëri, le të themi. Krahas mungesës së vrojtuesve, shqetësimi janë dhe mjetet lundruese që shpesh lëvizjen pranë vijës bregdetare duke rrezikuar pushuesit. Autoritetet kanë paralajmëruar se do të vendosin gjoba bërshkelsit, por në terren zbatimi mbetet i kufizuar.